ndoshta ne shkelem dëshirën tonë që t'ishim në anën e engjëjve gjithmonë. Sepse për një periudhë të caktuar kohore, derisa e kuptuam më mirë situatën, ne fillimisht e përshkruam UÇK-n si organizatë që zhvillon aktivitete terroriste dhe ne sigurisht me gjithë dëshirën që kishim të ishim në anën e engjëjve, ne nuk donim që të lidheshim apo të mbështesnim njerëz që zhvillonin apo bënin aktivitete terroriste. Ky qëndrim pastaj ndryshoi me kalimin e kohës, veçanërisht pasi UÇK-ja u pajtua me marrëveshjen e Rambuje dhe pastaj konsideruam atë si që ishin në anën e engjëjve sepse nënshkruan marrëveshjen e paqes. Kjo do të kishte parandaluar një marrëdhënie me zotin Thaçi tani. Përgjigje mendoj që po, ata ishin një forcë që duhej të merreshin parasysh, të konsideroheshin në terren dhe ne donim të krijonim një Kosovë në afatgjat, ne donim të kishim shëmbime dhe të punonim me zotin Thaçi.